Qytetarët po orientojnë gjithnjë më shumë drejt hapësirave publike në Bregdetin e Vlorës për shkak të çmimeve të larta të çadrave dhe shezlongëve në plazhet private. Gjatë ditëve të nxehta të verës, zonat publike janë të mbushura me pushues, të cilët zgjedhin të vendosin çadrat e tyre ose thjesht një peshqir në rër, duke shmangur kostot e plazheve me pagesë. Sipas pushuesve, tarifat për një çadër me 2 shezlong janë të papërballueshme për shumë familje, veçanërisht për ata që duan të kalojnë disa ditë pushimi. Ata thonë se buxheti familjar nuk u lejon pagesat e përditshme, ndaj alternativa e tyre mbetet vetëm plazhi publik. Po vetëm që ku do marrë, paguajmë do të me kaq gjak sa çadrat? Nuk i pagoni. Ne vëmë pensionistë. Shqyrë dhe kaq. Çfarë do bëjmë? Gjithmonë vini në këto? Po, në këtë orë ikim gjithmonë, 7 vim. Faleminderit juve. Ja, me këtë ja. Si vetëm çadrën e merrni vetë se nuk e pagoni tash. Po tani, neve jemi pensionista, themi jemi mirë kështu rehat. Se do vemi atje do na thonë ata, neve, jo kaq paq, ne mërzitemi, jemi mirë. Normal me 7.000 lekë se pagoni do? Mirë, dëgjoj. Kanë qenë dhe më të shtrenjta më përpara. Kemi dëgjuar se ne s'kemi vajtur ndonjëherë ande, po. E ulën çik tani e kanë. 7 për neve shumë vëllazani. Me 130 40.000 lekë që marrim ne. Pago drita ujë ne pasaja. Shqyqy që kemi nga një bache vejmë punojmë, bjellë në një perime në një gjë, shu që hamë vetë, ja do ikim bazit dhe ikim andere. Du në pëlqenë, kemi të lirë, edhe qadra kemi, si ngrem, varet si të na vijë më mirë, si të na bëhet më mirë. Po, me lek nuk e bën dot. Po, me lek, edhe bëjmë se bëjmë, varet. Ka lek plota, ka lek. Ka lek sa duash. Pa çadër. 2 orë rrim ne, unë do ikja. 2 orë. Që duan të paguaj para kot? Që do paguaj para? Vajti ora 10 gjysë do ikja. Në disa pjesë të vijës bregdetare, hapësirat publike janë të kufizuara, çka bën që ato të mbushen shpejt që në orët e para të mëngjesit. Pushuesit vendosin çadrat personale pranë njëri tjetrit, ndërsa të tjerë zgjedhin të bëjnë plazh vetëm me një peshqir. Ata kërkojnë që të ketë më shumë sipërfaqe të lira për qytetarët, në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi të shijojnë detin pa u rënduar ekonomikisht. Ndërkohë, Vlora vijon të mirëpres turist nga qytete të ndryshme të vendit. Pushues të ardhur nga Korça dhe zona të tjera thonë se kanë zgjedhur Vlorën për bukuritë natyrore dhe pasuritë e detit. Ndryshe nga shumë banor vendas, ata zgjedhin të marrin me qira një çadër dhe 2 shezlong për më shumë komoditet gjatë pushimeve. Megjithatë, edhe turistët nga qytetet e tjera e pranojnë se çmimet nuk janë të ulta dhe do të dëshironin që të kishte më shumë plazhe publike falas, ashtu si vite më parë. Sipas tyre, kjo do të bënte Bregdetin më të aksesueshëm për të gjithë kategoritë e pushuesve dhe do të krijonte më shumë mundësi për familjet me të ardhura mesatare. Edhe këtë sezon veror, balancimi mes plazheve private dhe hapësirave publike mbetet një nga temat më të diskutuara nga pushuesit, ndërsa operatorët turistik ofrojnë shërbime me pagesë. Qytetarët kërkojnë më shumë hapësira publike dhe çmime më të përballueshme, në mënyrë që pushimet në Bregdet të mos kthehen në një kosto të papërballueshme për familjet shqiptare.